Unë mendoj që fitoria Albin Kurtit mund me konë dhe ma e thellë se so fitoria Nën Shkurtit. Ka arsye se këta po flajnë. E për deriso këta vazhdojnë me flajt, kauza ati vazhdojnë me konë bisunduse edhe ditën e mirë. Mësu me fitoren e Kurtit që shpo e shohën e prej mendimeve të janë studio. Se një parti ban në reformë dhe ndronë leadershipin në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ta shofim tash rezultatin. Kjo do me thonë që ata po punojnë dhe po përgatiten për Ska një sot rezultat të figura mirë. Bedri Hamzës është larg Albin Kurtit si person, si Shasha me bota, shashim ta që në puna me pru për Nuk do të me shpërsu me pru ato. Mire marrë në kështu i kështu posa ta këtu. Nuk do të Po më bazu kush ishkon figura ma e mirë për PDK-n që Bedri Hamza është figura ma e mira e mundshme që ka zgjidhur PDK-ja. Por çka? Edhe nuk krahasohet me Albin Kurtin, se është njëri shumë i moderuar, më ai Hajde me Ja po thu si figura shumë e avancuar se so Albin Kurti. Po t'jatër Po populli ju në dënë një qosje ma konkrete, një kauzë ma konkrete për me fitu. Atër do të dikush tjetër, jo Bedri Hamza. Mental. Hajde, bo, zë problem, ja, veç u mërdhim të najtë, pa fulla, s'pa kur që shko mërdhim. Ja, pa klanë dhe jo tash. Pyetja e gazetitarit ishte ofenduese, nuk ofendohet ashtu, jo presidentja, po askush. Po mendoj, nuk pa marrë parasysh. Po ku është e pra ofendimin të profesor? I presidentës e di që ku e pra ofendimin e veqa i tregoja shqeqarë? A jetë je vedishma, si e vedishma, kjo është pyetje, kjo është ofenduese. Kjo është pyetje, asë nuk me vedia, pa vedia. Sa me vedijet plot për duket krejt këto veprimet që po mirën, veç po pësë, nuk e di, nuk po konstatoja ka marrë një veprim politik të drejtë ose të gabum, të pëlqyshëm ose të papëlqyshëm. Edhe ti mundesh me shpreh ato, me thonë që ju në zënja presidente keni marrë një vendim të pa drejt, ose jo korrekt. Keni qenë jo korrekte me këtë, me këto. Mundesh me thonë, a jeti budallica, si e budallica. Okej, mental. E vedishme, pa vedishme. Unë diskutu pak edhe këto figura e Bedri Hamzës, sot e pam edhe konferencën për media të Zotit Hamza, ku lamë në nënkuptu që edhe drenasi do t'jetë krah për krah këtyre zgjedhjeve. Po, fillimisht deshta më ndërlidh me ato se na... Në rregull. Jo, po, se lidhet, do me qëto lidhet. Po, Lidhet me pyetjen që e vone. Nuk dohet më friksu prej Albin Kurtit që diskutu deri tash, për shkak se Albin Kurti u provu. U bon 4 vjetë u provu dhe gjatë këtij viti, thonë që i bllokoi institucionet, na ka një herë i nënvlerësojmë qytetarët e vendit, në fakt një farë formen, u mendoj që janë shumë atë vedishëm edhe janë shumë ma të matun në këtë kuptimin, se ata din mi analizu edhe mi vlerësu rezultatet për shkak se e provojnë në gjepin e vetë, e provojnë shportin e vetë çdo ditë. Edhe nuk besoj sot që në 28 dhjetor lëvizjave të vendosje, unë mendoj që kemi pas ramje. Kemi pas një ramje. Tash sa kemi qenë ramje, nuk halon nuk më me ditë për shkak se e varet pak edhe fushata pak e luan rolin e vet. Edhe një sen doni me pas parasysh. Nuk është Bedri Hamza i Nën Shkurtit, njëjtë si Bedri Hamza i Tashit. Çka e dallon? E dallon për shkak se Bedri Hamza sot është lider i Partisë Demokratike të Kosovës, e udhëheq Partinë Demokratike të Kosovës. Nuk është njëjtë si me qenë me pas liderin e ti me qenë si një barë si listës, edhe si me qenë lider e udhëheq si partisë. Për shkak se përgjegjësia sot Bedri Hamzës i bjen një 1000 herë ma shumë, ose 1000 fish ma shumë, se që u konë me... Pra e thuni që ka me u mundu ma shumë Bedri Hamza? Normalisht që ka me mundu ma shumë, për shkak se Bedri Hamza tash, Bedri Hamza kryon... E zgjedh vetë ekipin. Absolutisht, e zgjedh ekipin e vetë. Tash ka fillu mirë i paru disa probleme që janë shkaktu prej kryesisë vjetër. Ato në ashtat pa qëllim janë shkaktu, po kanë qenë disa gabime. Ato kanë qenë gabime dhe panë që janë gabime, po edhe i kushtun në zgjedhjet lokale. Ka fillu mirë i paru, që kjo është një puna e parë e ti, e cila ka efekt drejt për drejt në elektorat, për shkak se nëse e afrontash zotin Ladrovci, në fakt e ki mobilizu komplet prap bastionin tënë, e ki mobilizu në ashtë ma shumë se që ka qenë për para, që janë dikun 40.000 vota në drenasë ma shumë, 50.000 e zisojnë votash. Mirë po, kur të bëhen këto veprime, kjo ka efekt drejt për drejt të votusi, të elektorat. Jam shumë i sigurt që veprimet ngjashme ku me marr edhe në për
tjera Zona komuna. tjera. Edhe në për zona tjera. Në Rahovec, për shembull. Në Rahovec, në Prizren, në Suhareke, një pjesë madhe në aton, për shkak se Bedri Hamza prapë është një kohë gjatë në politikë, ka qenë afër 2 liderëve kryesor të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka qenë edhe ka qenë me pozita udhëheqëse, se ka pas pozita të rëndësishme në qeverie, në institucione, në partije. Më thonë është person që e njeh terenin, edhe sidomos e njeh edhe elektoratin e PD-s. Ajo që është më e rëndësishmja, është personi për momentin, po flas. Për momentin është personi i vetëm që është një farlloj konsenzusi i krejt grupacioneve brenda Partisë Demokratike të Kosovës. E kjo është shumë e rëndësi, për shkak se e mobilizon fillimisht bazën e vetë elektorale, mobilizon fuqishëm, edhe pastaj veprojnë për me marrë vota të parti tjera. E Bedri Hamza është edhe person i cili mundet me marrë vot edhe në vetëvendosje, mundet me marrë vot edhe në LDK, për shkak se është person në një natyrë e tillë. Një natyrë e tillë, do të thonë një natyrë pranueshme edhe prej ose s'ka gjatë ton atyne pozicioneve që i ka pas, e kemi përmendur edhe përpara. Pozicioneve që i ka pas as një skandal më të voglin, ka qenë ministri i financave, do të thonë ka qenë te parët, në thes me pare, ka qenë drejtor i Bankës Qendrore të Kosovës, prapë te parët, edhe kur s'ka mujt kush më gjet një skandal. Si figurë, ju kur po përshkruni përveç heq këtë pjesën që s'ka pas asnjëherë skandale, ju po përshkruni Bedri Hamzën sikur parti tjera që e përshkruajnë Glauku Njufcën, tash pse Glauku nuk arriti me marrë për krojen. S'ka të bëjë, nuk është e njëjtë, nuk është paralel, absolutisht jo. Pse po mundet Bedri Hamza me marrë vota? Pse mundet Bedri Hamza me marrë vota prej LDK-s dhe prej vetëvendosjes? Për shkak se është një figurë, domethënë një personalitet i moderum, është unifikus, është person i provum, është komunikues me njerëz, është i hapur për secilin. Këto janë shumë elemente të rëndësishme. Bashkëpunues, ajo e karakterizon bashkëpunimi ato. Po, tash se në Kosovë dikon s'di sa përqen janë kësit deri në moment fundi, domethënë deri pa vendosur çata ky gjasa i ka shumë më të mëdha se Albin Kurti më marr Bedri Hamza. Se ata nuk janë militanta, rritje të votës me 28 dhjetor për PD. Unë pres rritje të votës Partisë Demokratike të Kosovës, pres ramje të votës të lëvizjes vetëvendosje të Kosovës. LDK-ja nëse mendimin tam, LDK-ja dash me bërë reforme në veprimin njëjtë Lumir Abdigjiku si Memli Krasniqi. Njëjtin veprim është dash me marr, edhe me kthyni entuziazëm të elektoratit LDK-s të Lidhja Demokratike e Kosovës, për shkak se ka një pjesë të madhe të elektoratit në lëvizjen vetëvendosje. Madje LDK-ja ka mundësinë më të madhe më rrit nëse din me vepru, se ja merr elektoratin e vetë e kthen në shtëpitë vet. E merr pej vetëvendosjes e kthen te shtëpia vet.